Fillimisht, duke pas parasysh se në vendin tonë kemi mungesë një ministrie për rini, kemi mungesë një ligji për rini, kemi mungesë qendrave rinore, kemi mungesë partive politike rinore e shumë subjekteve tjera rinore, është e urdhës ose është e nevojshme që më në fund faktikisht rinia ta ketë një organ apo një vend ku ata mund të kyçen dhe të shprehin mendimet e tyre. Absolutisht se ka qenë mëse nevojës për një iniciativë të tillë, ishte një mungesë e kahmotshme për këtë komunë. Ne dimë që në komunën tonë mungonte një organ i tillë. Ja mundësia për një gjë të tillë, e cila u përshëndet nga një numër i madh i organizatave jo qeveritare, duke përfshirë edhe vetë Forumin Rinor Islam si organizatë e cila graviton dhe vepron në këtë komunë. Shpresojmë në periudhën që vjen të kemi konsolidim permanent, bashkëpunim korrekt me qeverisjen lokale, si dhe të paraqesim gjendësisht zërin e të rinjve. Сека локална самоуправа треба да има тела кои ќе ги представува младите кои живеат на нејзината територија. Во општина Чаир има многу форми на младенско здружување, многу диверзитетен младенски сектор, што представува еден голем потенцијал кој самата општина може да го употреби за да активно и реално ги вклучи младите во носењето на одлуки кои нив директно ги засегаат и да го напреди нивниот живот во општината. Овој процес може да представува и пример за тоа како други општини да креираат инклузивни, отворени, транспарентни локални представнички младенски тела кои реално ќе учествуваат и ќе соработуваат со локалната самоуправа. До сега Младинскиот образовен форум во партнерство со Центарот за меѓукултурен диалог во рамките на проект поддржан од Европската унија даваше поддршка и со своите партнери даваше поддршка и ги фасилитираше процесите да младинските организации, форми на здружување во една самоуправа добијат можност и капацитети да се здружат и да започнат заеднички да действуваат. Се надеваме дека по оваа активност ќе имаме навистина демократски, отворени, плуралистички тела кои успешно самите ќе се застапуваат и дека можеби представниците на ова општина ќе бидат едни од оние кои ќе водат битката за застапување за младенски права и добри младенски политики во општината. Po mendoj se duhet të ekzistojë një këshill rinor lokal, për arsye se shumica e trive sot një ashtu edhe çatarëve tjerë nuk i dinë drejtat që i posëdojnë. Dhe besoj që këshilli rinor lokal do të shërbejnë si urë lidhëse ndërmjet trive dhe komunës së Çajrit. Me vetë faktin se jam antare e bordit iniciues në komunën e Çajirit, do të thotë se për krah idenë për formimin e një organizate të tillë, ku do të punon në avancimin e të rinjve në komunën tonë. Mendoj se të rinjtë në Çajir kanë nevojë për një përkrahje dhe mundësi për të shprehur idetë e tyre dhe për inkurajimin e tyre njëkohësisht. Është fakt se deri më tani komuna ka qenë pasive sa i përket të rinjve, por me formimin e kësaj organizate shpresoj se kjo gjendje e këtill do të ndryshojë. Të rinjtë e Çajirit me të vërtetë kanë nevojë për këshillin komunal, për këshillin rinor komunal, duhet të ekziston sepse duhet një organizatë e cila i përfaqëson të rinjtë e Çajirit, sepse të rinjtë e Çajirit janë pjesë përbërëse e këtij komuniteti dhe vetë komunës së Çajirit është e domosdoshme që të kanë një organ në vetë komunën e cila do i përfaqëson ata dhe bindjet e tyre që t'i shpreh në mediat apo çdo kund. Do me thonë jemi shumë serioz në punën tonë dhe me Zotin para do të bëjmë ndryshime për të mirën tonë. Mendoj se edhe ne si OJQ, se ideja për krijimin e këshillit rinor lokal është një ide tepër e mirë, sepse të rinjt mendoj se nuk kanë hapësirë të mjaftueshme që të shprehin idetë e tyre dhe të jenë të inkuadruar në procesin e vendimarrjes në politikat rinore të cilat i tangojnë edhe vetë të rinjt të kësaj komune. Dërsa mendoj se komuna e Çajirit ka shumë OJQ të cilat e kryejnë punën e tyre, mirëpo rjetëzimin e këtë këshill i gjitha organizatave që kanë të bëjnë me punën rinore apo me rinin do të ishte shumë më profitabile dhe më doviprurse sepse do të jep hapësirë shumicës dërmuese ku do të përfshihen pothuaj të gjithë të rinjt dhe do të kenë dobi nga aktivitetet e këtij këshilli, i cili do të vazhdojë të funksionojë si trup i pavarur dhe
sugjestimet apo idetë, domethënë projektet e këtij këshilli, do t'i merr parasysh edhe vetë komuna e Çajirit, me çka dërive do t'ju hipet një hapësirë që edhe ata të kenë vendin e tyre apo ta thonë fjalën e tyre se çka duan ata për nevojat e tyre. Padyshim që pjesëmarrja e trinjve në proceset e sjelljes vendimeve në çdo nivel, sidomos në atë lokal, është e rëndësishme, për shkak se vetë politikat që kanë të bëjnë me trinjt bëhen më implementuese në aspektin se ndërtohet edhe ajo ndjenja e përkatësisë për rrethinën në cilën jeton, për shoqërinë në cilën jeton, si nga ana e institucionit, në këtë rast komunës dhe nga trinjt në përgjithësi. Lokalni mladinski совет на Čair mora da mislim дека е супер иницијатива и јас сум дел од и многу сум среќен што сум дел од Локален младински совет на Čair, тоест иницијативниот одбор. Локален младински совет на Čair, моје мислење, има голема потреба од тоа, од причина дека Čair сама ко себе е општина кај што има доста разликости, има диверзитет, и ова е можност да Локален младински совет на Čair да ги спои целиот овој диверзитет, кој што заедно ќе работи и ќе се бори за правата, односно за подобар живот на младите. Локален младински совет на Čair исто така представува и посебно тело кое што заедно со локалните власти ќе работи за подобро утре на младите. Patjetër që duhet të ekzistojë, mendoj që duhet të dëgjohet zëri i të rinjve në komunën e Çajirit. Pa marrë parasysh, domethënë ata kanë disa ide shumë interesante, gjithashtu edhe disa probleme të ndryshme që duhet të zgjidhen në komunën e Çajirit. Kështu që me formulimin e këtij këshilli rinor komunal, besoj që këto ide dhe këto probleme domethënë do ta anashkalojnë dhe ide do të mirën parasysh sa më parë që të jetë e mundur. Komuna e Çajirit vepron mbi të rinjt edhe ka disa plane shumë interesante, mirë po kjo nuk mjafton që ata të shprehin mendimin e tyre personal dhe ata të jenë në rrjedha me gjithçka se çfarë planifikohet për ata. Kështu që me këtë mundësi ata do kenë edhe shumë, domethënë shfrytëzime të rastit, si sa i përket derisa kemi ndëgjuar deri tash bëhet fjalë edhe për punësime, edhe për gjëra të ndryshme, edhe për veprime në komunën e Çajirit, kështu që me këtë mendojmë që do të kenë mundësi shumë që të ndihmojnë në mes vete dhe të mund të arrijnë shumë më shumë në formimin e këshillit rinor komunal në komunën e Çajirit. Mendoj se duhet të ekzistojë një këshill rinor lokal në komunën e Çajirit, sepse deri më sot nuk ka pasur një këshill të tillë në komunën tonë dhe të rinjët duhet të kyçen në këtë këshill si përfaqësues përmes organizatave jo qeveritare të tyre. E dim që kohës së fundit është ndërmarrë një iniciativë për formimin e këshillit rinor komunal pikërisht në komunën e Çajirit. Mendoj që është kjo një hap i mirë dhe është drejt realizimit, pasi që është pranuar dhe nga autoritetet e komunës, si dhe është përkrahur nga një numër i madh i organizatave të cilat punojnë me të rinjët dhe janë nga të formuara nga të rinjët, pasi që është legjitimuar nga të gjithë këndet ku përfshihen të rinjët në komunën e Çajirit, mendoj që është një iniciativë e cila duhet përkrahur edhe nga më të rriturit me përvojat e tyre që të ndihmojnë që ky këshill rinor komunal të avancojë dhe të jetë funksional për të gjithë të rinjët në komunën e Çajirit. Дали треба се формира младинскиот совет во општина Чаир? Да, дефинитивно треба да се формира младинскиот совет, ама во него да завземат учество што поголем број на младински организации и индивидуалци. Само така ќе можеме да допреме до поголем дел на проблеми и потреби на младите и заеднички да создадеме стратегија како да ги намалиме тие проблеми. Ne si organizatë qeveritare që gravitojmë në komunën e Çajirit, kemi ide të kamotshme për formimin e një këshilli rinor komunën e Çajirit. Mirë po e falenderojmë iniciativën të cilën u mor për formimin e këtij këshilli nga organizata të ndryshme dhe shpresojmë që ky këshill të funksionojë në mënyrë sa më normale dhe të jetë profitabile për të gjithë qytetarët në komunën e Çajirit, konkretisht të rinjtë të cilët gravitojnë në komunën tonë. Што највеќе им треба на младите во општина Чаир? Според мене, на младите во општина Чаир највеќе им се потребни бесплатни спортски игралишта, бидејќи моменталните игралишта се наплаќаат или се
или бесплатните се во премногу лоша состојба, со градење на нови и реконструкција на старите игралишта, општината Чаир ќе добие млади кои што ќе се насочат кон спортот и ќе кажат не на пороците. Чаирин е përbën një numër i madh i të rinjave. Por posa atyre të rinjave të cilët jetojnë në komunën e Çajirit, ka të rinje të cilët funksionojnë dhe veprojnë në komunën e Çajirit. Edhe pse ata nuk i takojnë komunës së Çajirit, por kemi dy universitete që janë pjesë e komunës së Çajirit, janë disperzime, ku kemi të bëjmë me një numër të madh të studentëve, të cilat hasen me të gjitha problemet që i tangojnë edhe qytetarët të rinj të komunës së Çajirit. Problemet janë të shumta, nuk mund t'i konkretizoj disa probleme që i tangojnë të rinjët kryesisht, mirë po ajo që duhet ne t'i potencojmë dhe t'i shohim gjërat e se çdo herë duhet gjejmë zgjidhje duke mos që mos t'i shohim çdo herë problemet, po mendoj që do të ketë zgjidhje nëse funksionon nëse themelohet dhe funksionon ky këshill rinor komunal dhe është legjitim nga të gjithë të rinjët, atëherë mendoj që do të ketë zgjidhje të gjitha problemeve. Një problem të tjerë ndoshta e shohin në komunën e Çajirit është përçarje ndëretnike, mirë po për fatmirësisht në komunën e Çajirit nuk kemi konflikte ndëretnike, gjë që e cila e mundëson procesin e themelimit të këtij këshill rinor komunal, sa kemi të ditur ky këshill rinor komunal përformohet nga të gjitha etnitetet të cilat gravitojnë dhe jetojnë në komunën e Çajirit. Vetë ndarja e të rinjve në Çajir është sigur një problem. Me bashkimin e shumë organizatave në Çajir cilat gravitojnë në komunën e Çajirit, vetëm eliminojmë një problem cilin e kemi, edhe do të jemi shumë më të bashkuar tritë e Çajirit, ku do i shprehim hallet tona edhe do i sosim problemet cilat i kemi. Që do me thonën, dal ka dal mund edhe t'i sosmi gjitha problemet se cilat i kemi përpara. Trive në Çajir ku mungon faktikisht një organ apo një vend ku ata mund t'i shprehin mendimet e tyre, mund t'i japin aktivitetet cilat dëshirojnë t'i realizojnë, mund shprehin idejat e tyre, mund t'kyçen, domethënë t'jenë më aktiv, nga ajo se kemi kriju një bindjes se rinia në komunën e Çajirit është pasive. Nuk është rinia pasive, mirë po mungojnë vendet ku ata mund të kyçen edhe mund të japin një lloj dobie për shoqërinë tonë. Të rinjve më shumë në komunën e Çajirit u nevojiten që të inkuadrohen në organizatat jo qeveritare dhe si përfaqësues të organizatave jo qeveritare të inkuadrohen këtë këshill lokal rinor, me të cilën do të mund t'i shprehin mendimet, idetë dhe pakënaqësitë e tyre ose thënë më konkretisht projektet e tyre. Според мене, тоа што најмногу им треба е поквалитетно користење на слободното време на младите од Чајир. Така и ние како локален младински совет ќе гледаме да ги разбереме кои се потребите кои ќе ги имат. Ние ќе работиме во тоа за да им ги донесеме овие можности. Si në çdo komunë, po ashtu edhe në komunën Çajir ka deficit të gjërave, duke përfshirë institucionet kulturore për ngritjen intelektuale të rinjve, është evidente ajo se Çajirit mungon një gjallëri në shumë rrafshe të ndryshme, si ajo sportive, rekriuese e kulturore. Duke pasur parasysh se komuna Çajir është simbiozë e asaj kulturë otomane me atë postmoderne. Monumentet e ndryshme, historike, xhamitë e shumta japin peshë dhe vlerë më shumë kësaj komune, gjë që e bën të vizitohet nga shumë të huaj. Pse mos i shfrytëzojmë në maksimum këtë të mirë? Komuna e Çajirit është ballafaqur me shumë probleme me të cilat edhe sot vazhdon të ballafaqohet. Mirë po, nga ato më të rëndësishme, të cilat i tangojnë edhe të rinjt, janë problemet e aspektit infrastrukturor, duke filluar që nga mungesa e terreneve sportive apo klubeve të ndryshme kulturore, artistike, parqeve rekreative ku të rinjt do të kenë mundësi që të kalojnë kohën së bashku, të argëtohen dhe ne si këshill rinor lokal mendojmë se do të japim një kontribut të madh për tejkalimin e këtyre problemeve me të cilat të rinjt ballafaqohen sot në komunën e Çajirit. Problemet me të cilat ballafaqohen të rinjt në komunën e Çajirit nuk është se dallojnë shumë prej problemeve me të cilat ballafaqohen të rinjt në përgjithësi. Zakonisht ato probleme kanë të bëjnë me procesin e mësimdhënies dhe mësimdhënies, që kanë të bëjnë me shkollat në cilat mësojnë, në cilat e kalojnë pjesën më të madhe të ditës, kushtet në cilat kryhet procesi i mësimit,
më pas përfaqësimi i tyre në këto institucione, sepse në çdo këshill të shkollave duhet të ketë edhe një nxënës me çka kam informacion unë zakonisht nuk ka përfaqësues. Dhe kjo ndodh në të gjitha shkallët duke filluar prej arsimit fillor deri te arsimi i lartë. Problemet e tjera lidhen me ekologjinë, ambientin jetësor, pastërtinë, deri te ajri që thithim, infrastruktura, komunikacioni, atë që neve quajmë transport publik. Nuk du të t'inglloj pesimiste, po ka shumë probleme edhe duke identifiku në kohë këto probleme, mendoj se zgjidhen. Unë mendoj se problemi më i madh i të rive në komunën Çajër është ajo se janë shumë neglizhent, domethënë ndaj organizimeve edukative të cilat organizojnë mësuesët e komunës ose që organizojnë organizata të tjera. Edhe problem tjetër kisha mund ta ndërlidhem me këtë se gjendja financiare është, mund them që është relativisht e dobët, por atë arsye edhe nuk tregojnë interes për mu kyç në këto evente. Të rive në komunën e Çajirit deri më tani mungonte, domethënë, një derë në të cilën ato do të shpalosin idetë e tyre apo kërkesat e tyre. Mirë po tani me themelimin e Këshillit Rinor, mendoj që do ta kenë një hap më shumë për realizimin e ideve apo kërkesave të tyre. Çka konkretisht u mungon të rive në komunën e Çajirit, kërkesat janë të shumta. Ne dita ditës ballafaqohemi me shumë kërkesat të cilat i hasim nga shokët tonë apo të rinj të cilët gravitojnë në komunën e Çajirit. Mirë po shpresoj që me themelimin e Këshillit Rinor do të mundsojmë të rinjve që sadopak të realizojnë kërkesat e tyre. Ndryshimi do t'i dedikohej pjesëmarrjes të rinjve në Këshillin Rinor lokal, ndërgjegjësimin e të rinjve për kyçje në proceset e sjelljes vendimeve, qoftë edhe politike në komunën tonë, sidomos duke pas parasysh se strategjia për të rinjt në nivel nacional po s'ka dhënë këtë vit dhe do formohet tjetra prej vitit 2016 deri në vitin 2020 dhe besoj se më shumë se kur tash është e rëndësishme kyçja e të rinjve, vetëdijësimi, ndërgjegjësimi, aktivizimi i të rinjve në kuadër të kësaj, të formimit të një strategjie e cila jo vetëm në nivel lokal, por edhe në nivel nacional do t'i përfaqësonte të rinjt, nevojat e të rinjve, por edhe qëllimet e të rinjve në përgjithësi. Probleme konkrete ka shumë, për shembull, një prej probleme është nuk kemi shumë pishina, për shembull, cilat komuna tjera kanë. Kjo për mu, mendimi im është një gjithashtu kemi probleme me hedhurinat, me mbeturinat cilat janë higjiena në Çajir. Ka plot probleme, domethënë. Isto така друга работа која што со локален младински совет се овозможува е вклучувањето на младите од Чаир да се вклучат во работата на локалната заедница и во процесот на донесувањето на одлуки. Duke pas parasysh se nuk kemi organe përkatëse për që mirret me çështje rinore, komunën e Çajirit është e nevojshme që të kemi një organ i cili do të mirret faktikisht me ato çështje rinore, i cili do t'i merr parasysh aktivitetet, mendimet dhe idetë e të rinjve në komunën e Çajirit dhe sipas mundësive t'i realizon ato mendime dhe ato aktivitete të cilat të rinjt do t'i shfaqin ose do t'i sjellin këtu pranë nesh. Problemet me të cilën ballafaqohen të rinjt në komunën e Çajirit, mendoj se të rinjt duhet t'i thejnë barierat dhe mos t'kenë frikë që t'i shfaqin problemet, por nëpërmjet organizatave jo qeveritare si përfaqësues të tyre, të inkuadrohen në këshillet dhe t'i shprehin përfaqësitë. Кој е најголемиот проблем на младите во општина Чаир? Според мене најголемиот проблем на младите во општина Чаир е некој страф или страм за да отидат во општината, да си кажат своите потреби и проблеми,
од тоа како ќе бидат прифатени од општината. Со овој младински совет тие бариери ќе се изгубат. Благодарам. Јас би сакала да го вратам стариот чаир, а тоа би значило спотување на сите млади, без разлика на која етничка, религиозна или сексуална група припаѓаат. Сметам дека безбедноста на младите во Чаир е сведена на минимално ниво. Чаир стана место несигурно за живење и се повеќе се случуваат убиства, несреќи и тепачки. Едноставно недостига слобода на движење, комуницирање и критичка мисла. Сметам дека сите ние може да дадеме придонес во тоа. На младите е иднината и сегашноста. Затоа заедно можеме да изградиме мостови каде што ќе чекориме сите слободни, задоволни и насмеани.